Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit në Ksamil, ku një 20 vjeçar francez ka humbur jetën pasi dyshohet se është goditur me thikë. Viktima u gjeti pa jetë në zonën e plazhit pranë një lokali. Sipas hetimeve paraprake, autori i dyshuar është 21 vjeçari nga Hasi, identifikuar me inicialet SV. Dyshohet se mes dy të rinjve ka nisur një konflikt për motive të dobta, që më pas ka përfunduar në përdorimin e një mjeti prerës. Pas ngjarjes, 29 vjeçari është larguar nga vendi i krimit. Policia ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar dhe ka nisur kontrollet për kapjen e tij. Ndërkohë, grupi hetimor dhe prokuroria po vijojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave, dinamikës së konfliktit dhe motivit që e çoi në vrasjen e 20 vjeçarit francez. Ky është Sokrat Vata, 29 vjeçari, i identifikuar nga policia si autori dyshuar i vrasjes së një shtetasi francez rreth 20 vjeç në Ksamil. Rezulton të ketë një të shkuar penale në Britaninë e Madhe. Sipas një artikulli të BBC-s publikuar në vitin 2024, Vata ishte dënuar me 5 vite burg nga gjykata e kurorës së Cambridge, pasi kishte pranuar fajësinë për disa vepra penale të lidhura me trafikimin e drogës dhe drejtimin e rrezikshëm të automjeteve. Sipas BBC-s, Vata, atëherë 27 vjeç, ishte përfshirë në 2 ndjekje dhe veçanta policore në Cambridge dhe Kent. Me 13 prill 2024 në AIZ pranë 8 Malling, ai në kubin urdhët për të ndaluar dhe gjatë ndjekjes automjetit që drejtonte u përmbys. Brenda makinës policia gjeti qese me kokainë dhe targa automjetesh. Me 30 prill në Cambridge, Vata u përfshi në një tjetër ndjekje, ndërsa drejtonte një makinë të vjedhur. Ai braktisë autometin në Claret Scamp Street dhe u largua në këmbë, por u arrestua pasi u gjeti fshehur në oborrin e pasëm të një banese. Gjatë arrestimit, në xhepat e tij u gjetën 560 pound cash, ndërsa në automjet u sekustruan dhe targat e tjera. Testet treguan se ai kishte drejtuar në efektin e drogës, ndërsa policia deklaroi se gjatë arratisjes kishte hedhur një pako me kokainë në një shkurre. Vata kishte pranuar fajësinë për 2 akuza për posedim të drograve të klasit A me qëllim shpërndarjen, 2 akuza për drejtim të rrezikshëm, posedim kanabisi dhe drejtim në efektin e drogës. Me 25 shtator të 2024, gjykata e kurorës së Cambridge e dënoi me 5 vite burg.